Rektori i Universitetit të Shkodrës Tonin Gjuraj bëri të ditur se edhe në raundin e dytë numri i studentëve që kanë aplikuar në këtë universitet për vitin e ri akademik është thuajse i njëjtë me atë të vitit të kaluar, me një rritje të papërfillshme prej 15 aplikimesh më shumë. Nga të dhënat që ne kemi për raundin e dytë sa i takon aplikimeve, ne kemi patur në raundin e dytë, falni 2088 aplikime, nga 2073 që ka qenë vitin e kaluar, pra një rritje në aplikime shumë e lehtë, por që sa këto aplikime do përkthehen në regjistrime, do ta shikojmë midis datës 29 që ka nisë 10 deri me datën 8 tetor. Ky është raundi i dytë. Pas raundit të dytë, ne do kemi një raund të tretë i cili është i lirë. Pra çdo maturant është i ftuar të vijë pranë universitetit ton me kushtin që të jetë në portalin U Albania. Dhe ky raundi i tretë është midis datës 13 tetor dhe 24 tetor. Me fjalë të tjera, nëse ne marrim parasysh regjistrimet e maturantëve nëpërmjet portalit U Albania, plus trojet, kotat që kemi për trojet dhe transferimet apo programet e dyta, ne bilancin përfundimtar sa i takon numrit të studentëve të regjistruar në programet bachelor dhe në programet me karakter profesional, ne ta bëjmë me datën 24 tetor. Pra, ky është cikli i parë i studimeve. Cikli i dytë i studimeve ka nisur aplikimin, përfundon me datën 3, dhe midis datës 3 pastaj deri datën 17 ne do kemi shpalljen e fituesve dhe pastaj midis datës 17 dhe 27 ne do kemi numrin real të studentëve të ciklit të dytë, pra master i shkencë dhe master profesional në Universitetin e Shkodrës. Me fjalë të tjera, datë tjetër e rëndësishme për regjistrimet është data 27 tetor. Rektori Gjuraj u ndal tek nevoja për investime në Universitetin e Shkodrës, duke i bërë sërish apel pushtetit vendor, por edhe qeverisë shqiptare për rikonstruksion godinash aktuale dhe kalim në pronësi të 2 godinave të vjetra që prej vitesh janë jashtë përdorimit. Së fundi do vijojmë bashkëpunimin dhe dialogun me pushtetin vendor, aq sa ata kanë mundësi të kontribuojnë për universitetin. Natyrisht është një hapësirë e ligjit 80/2015 që pushteti lokal vën në dispozicion 1% të buxhetit, rreth 10% për universitetin, me kusht që ato të jenë përfaqësuar në bordin e administrimit, diçka që deri tani nuk ka ndodhur, por ajo që është e rëndësishme vijon një bashkëpunim i shkëlqyer me pushtetin lokal dhe ne së fundi kemi bërë përpjekje që pushteti vendor të mund të kontribuojë qoftë edhe në disa punë, në disa rikonstruksione të ndonjë prej godinave të cilet ne kemi të pamundur pra të përdorim buxhetin ton. Natyrisht pastaj ka patur edhe kërkesa të tjera për zgjerim të hapësirave për këtë institucion me 2 godina që unë i kam përmend disa herë, edhe insistoj, gjë të cilën do t'ja bëj të ditur edhe ministres ditën e hane, për pranë Fakultetit Shkencave të Edukimit, ose godina e ish sanatoriumit, ose ish spitalit neuropsikiatrik, por pastaj nëse qeveria do parashikojë një projekt shumë të madh për Shkodrën, kjo metet për të parë, sepse natyrisht kjo nuk është në dorën tonë. Këto shëndrime rektori Gjuraj i mbajti përpara fillimit të mbledhjes së Senatit Akademik të Universitetit Luiq Gurakuqi.